Atmosfera në shtëpinë e Big Brother VIP Albania u mbush me emocione këtë 8 mars, ndërsa banorët vendosën të festonin ditën ndërkombëtare të gruas duke u dedikuar mesazhe të veçanta nënave, vajzave dhe të dashurave të tyre. Banorët shkruan letra për gratë më të rëndësishme në jetën e tyre. Një nga momentet më prekëse të ditës ishte nga Mateo Bori, i cili i dedikoi një letër nënës së tij. Teksa lexonte fjalët e shkruara, Mateo nuk i mbajti dot emocionet dhe u pa i përlotur, duke treguar dashurinë dhe mirënjohjen për nënën e tij. Momentet e tij prekëse tërhoqën vëmendjen e banorëve të tjerë dhe krijuan një atmosferë të ngrohtë brenda shtëpisë. Edhe banorët e tjerë shkruan mesazhe për të dashurat dhe familjarët e tyre, duke e kthyer festën e 8 marsit në një moment emocional dhe të veçantë brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.